Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit të nderuar, ne jemi tek libri rreth krishterizmit, historisë së krishterizmit. Sonte po është arsyeshme për shkak të festave të ashtu quajtura të fundvitit. Atëherë po është arsyeshme që më fol rreth kësaj gjëje, rreth këtij fenomeni, që muslimanët besimtarë me qenë të kujdesshëm kur dëshirojnë me i festu festat jo islame. Jo muslimanët a i festojnë vllazdi festat tona? Nuk i festojnë. A ke pa në i krishter apo në i jehud që feston Bajramin? A ke pa në i jehud apo krishter që i feston në përgjithësi festat e muslimanëve? Jo. Atëherë ti ki festat e tua dhe nuk ki nevoj me i festu festat jo islame. Tani do ta trajtojmë inshallah taala në këtë ders se çfarë rreziku është i festimit të festave apo të ashtu quajtura festa jo islame. Në një arsye dhe argumentet që ndalojnë kremtimin e tyre është përngjasimi me jo besimtarët. Neve na ka ndalu Muhamedi alayhis salam ju përngjasu. Men tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kush i përngjason një populli, ajo është prej tyre. Dhe festat rrjedhin prej festë tyre. Dhe ç'kjo festë e fundvitet, aty kemi në dhjetor dhe në janar. Apo, për shembull, në dhjetor i kemi katolikët, ndërsa në janar i kemi ortodoksët. Me një aspekt, ky kalendar që është bë nga të krishterët. Dhe e kanë marrë një datë të unifikuar si ndryshimi më të moteve. Ne nuk festojmë. Ne nuk e festojmë as fundvitin sipas hijretit. Sipas hijretit nuk e festojmë. Sepse ka musliman, subhanallahu, të kompleksum, kur t'i shohin që jo muslimanët e bëjnë një fest, hajde tash t'ja mësoj fëmijëve tanë apo muslimanëve një alternativë. S'ki nevojë, ti ki festat e tua, u kry puna. Pse çdo sen që ka sjellin kjafirat na me marr pi tynve? Ne kemi festat tona. I sheh për shembull e festojnë po e zon ditëlindjen e Isaut alayhis salam, Jezusit, çor muslimanët e shkret, hajde se edhe na kemi një pejgamber. Edhe na duhet ditëlindjen me bë pejgamberit alayhis salam. S'ki nevojë. Ti ki festat e tua vëlla. Muhamedi alayhis salam një badete i ka kundërshtu. Paramenon nëse ka agjëru Ashuran, që kanë agjëru të tjerët, për mi kundërshtu ka thonë, shton edhe një ditë. Paramenon, deri në qatë mos ka arrit. Çdo detaj. Smetve ky pejgamberi ju pa na kundërshtu çdo gjë ka thonë. Jahudit kanë thonë, smet pa na kundërshtu çdo sen. Sheikh Albani rahimahullahu taala thot kur ka shku me një vend caktuar në Evropë, me budavet shtot, edhe ka thirrë një musliman. Edhe tu fol me ato, është ka si ta shqip, thot tu fol me ato, e po është davetçi, thjesht në islam, në perëndim. Edhe tha bisede sipër, tha mirë po, e tha një fjalë, tha që shumë u preka, tha muslimant këtu tha këmishat i qesin mbi bluzi qesin, po e zonë, ndërsa jo muslimanët e qesin i vendosin nër bluz. E po vjen marrë mu me qitë për mi bluz. E që do me thonë me këta? Sheikh Albani thotë sikur mos ta kishton qëtë sen. Paramendo, deri këtu ka shku Sheikh Albani që te po dënë mu dallu dhe me thonë prej muslimanëve. Muslimanët e kanë qëtë veshje, muslimanët e kanë qëtë veprim, e ti tash s'po dënë mu konë si muslimanët, po dënë mu konë si ju muslimanët. Apo? Kjo është merë. Muslimanët, nëse janë kështu, vazhdo me muslimanët. Paramendo për shembull një musliman me qitë sikur ato të priftrinve që e kanë këtu. A vedeni që e kanë këtu? Kështu që e kanë si të bordë apo të zezë. Çka i thojnë personit tillë? I thojnë prift. Me çfarë bën të madhe bes, e pa ta pa një film turqit e pa të nbo, e kanë bë turqit, edhe në kohën pas rënjes perandorisë osmane, normalisht shtetet e muslimanëve i kanë okupuar jo muslimanët. Edhe tash hoxha i asaj kohe nuk e hek çalmën e muslimanëve. Edhe dhe kanë qitë në gjykatë, paramendo. Sekularizmi, laicizmi, vllazni, kur gjë nuk është në trojet tona çka ka qenë në Turqi. A din që protesta kanë bën në Turqi, i kanë hek shamijat e grave të i shkel për tokë të i në nëshmu. Që është i egrë sekularizmi në Turqi. Edhe çka e qesin para gjykatës, edhe ky hoxha thot tash prokurori aty gjykatës ku e dione, thot hoxha thot, pse s'pe hek thot këto? Me qitë një shopkë. Që ka asnjë problem nuk është. Ajo është bes, kjo është bes. Ku o problemi? Apo tonë. Mrapa
ky prokurori, gjykatësi, e kishte flamurin turk, me bes. Hoxha i meqëm, a di çka i thot? Thot, o ti prokuror, o ti gjykatës, mrapa e ki flamurin turk, bes. Heke ato sikur ta heqësh ato dhe ta vendosësh një flamur frances, bes, me gjykatësi. Nuk ka të bëj këtu me bes. Nëse po më thuti mu bez është kapuçi që dhe më thonë përngjasohet si muslimanve, atër edhe jotja, bez është Shqiponia, mrapa që e ki, bez është edhe flamuri i Sërbis, që është Samosloga, Sërbina Spashava. Vetëm bashkimi, Sërbët i bashkon, i shpëton, e kanë 4 esa që e kanë. Ajo bez, ky bez. Heke ato, qite këto. Mbetet gjykatësi pa fjalë. Kur është hoxha i meqëm. Për atë arsye shumë ka rëndësi mitimi, shumë ka rëndësi përngjasimi me jo muslimanët. Mirë, po ti mundesh me më thonë, jo musliman po hajnë buk, po hajnë edhe ti. Jo musliman po vishem që zhvishemi na, që shtu eshe edhe jo musliman, na po. Po flasim për gjërat që janë specifike të jo muslimanët, që i kanë në festat e tyre, në ibadetet e tyre, nuk bën me i përngjasu jo muslimanëve. Sepse kush i përngjason një populli, ajo është prej tyre. Lexuesi nderuar, Allah i madhërisëm dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar rreptësisht, është wajib, është gjunahçar me i përngjasu jo muslimanit. Thot në çdo gjë që i përket veçantive të tyre, zakonet, traditat, festat, ritualet fetare, nuk bën ju përngjasu. Për shembull, tek ne vllazni, tek ne janë përhap pantallonat e gjona, ku e diune, edhe jo muslimant i veshin. Kjo është tash përngjasim? Në aspektin e jashtëm, po. Mirë po, a thuti nëse e vesh dikush pantollat është jo musliman? Nuk thu, se është përhap kjo në mesin e muslimanëve. Dhe që mos harronin kohën e perandorisë Osmane, nuk i kanë leju mi vesh pantollat, përveç se sirualat, gjonat, mbaje që janë konë. Bile deri në atë mas kanë shku dhe i kanë bot tekfir, ekstrem, apo kuptan. Pse? I keni ndru veshjen. Keni bo sikur jo muslimat. Alla turka, alla franka, që ju kanë dhënë përpara. Pastaj thot, baze besimit islam është edhe kundërshtimi jo besimtarëve në çdo gjë dhe se argumentet që ndalin një gjë të tillë vjen nga Kur'ani, Suneti dhe ixhmai apo domethënë unanimiteti i muslimanëve. Argumentet nga Kur'ani thot Allahu azza wa jall, a nuk është ardhur koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e Allahut. Ai musliman, ai besimtar, merr ajetet kuranore që apo thënë, a ka ardhur koha që më të zbut zemra thot dhe me të vërteta që zbriti Kur'ani të mos bësh sikur ata, ehlul kitabit, thot të cilëve ju është dhënë libri më parë, e kanë pas librin, e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën. Surat al-Hadid, ajeti 16. Po ashtu, ne të vumë të jo Muhammed në një rrugë të drejtë të fesë, pra ti pasoj ato, Kur'anin dhe Sunetin. E mos ndiq dëshirat e atyre që nuk din ehlul kitabet, sepse ata e ndryshojnë fen, ata e futën faktorin njerin librat e tyne. Ata i futën muzikat, instrumentet në shtëpi, në kishat e tyre, qonë dhe musliman i bëjnë njëta gjona. Nuk bën bre subhanallah me garu muslimanin për xhamia tona, festat kombëtare mishtia të me kallëzu sa i shqiptar. Ja Allah. Mu që me boj pash me një xhami jashtë, e kishin bo himnin e kishin fut në xhami. Nuk është bre kjo subhanallah. Unë po flasë shqip, këtë e din që në shqiptar. Që ku me dalë, unë e mjë kallëzu miletit, unë e jam shqiptar, po shqiptar jam se shqip, po më shini të folë, subhanallah. A është e drejt, mu qunë spital ti mi thonë, kur je në gjendje, të smut, të hinë operacion, ka dole kardiolog, o kardiokirurg. Ti që përdojnë me ma bo smut, që përdojnë me ma bo operacion zemrën, ka dole, ku i ki flamurin? Ka dole njerë, kallëzom një mërë që je shqiptar. Flamurin du me ma qita ty te, sallë operacioni. Qështu për bjerë ke bon? Xhamit janë ibadete, ku ibadete bon Allahun subhanahu wa taala. A di çfarë vendimit mire posh, unë në Arabinë Saudite kishim pru, nuk lejohet në haxh, flamura kombëtare, flamura politike, flamura të organizatave të ndryshme nuk lejohet. Shtet, edhe ai ka flamurin e vet.
që e ka la ilaha illallah të gjelbërt. Ama nuk lejon as një flamur, as Saudis. Pse? Se aty nuk kemi shku na për qëllime kombëtare, na kemi shku për qëllim me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Për qëllime kombëtare është e ruajsh gjuhën, e ruajsh kulturën, e ruajsh vendin, gjitha këto gjëra, apo edhe vendi është prej Islamit me rujt. Qysh kanë thonë ulemat, më thonë që shahidi i ahiretit jetit nëse e mbron vendin, pasurinë e vendit tonë, e gjitha këto gjëra. Mirë, mas mi përzis selet. Më thonë, xhamia tona më bo, veshti figura, fotografi, ku e diunës, to nuk shkojnë. Kjo është e gjitha të e një vetin inferior ka shi jo muslimanve, ata dhe me flamura edhe ti tash hajde të garojmë na. Mirë, në fe kemi të ndalu me fotografit mi pos në xhamia tona. Sot asaj dite që 1500 vjet, xhamia tona janë ruajtur nga fotografit. Këtu s'ka të bëj që jemi kundër figurave kombëtare, heronjeve të ndryshëm ku e diune. Edhe babës tem nuk ja qes fotografi. Po as Muhamedit a.s. i cili është më i dashni edhe prej vetës time. Nuk ja qes. E çka po lypti me qitë? Mirë, hajde ti pra masi je qaq kombëtar, pse ti në kish nuk e qet fotografinë Adem Jasharit? Që qita? Se qetë sa i musliman nuk konë. Ti në kish ki idhuj, ki statuja, ki fotografi. Që i ki qitë Pjetër Bogdanit, qitet Adem Jasharit? Se qetë. Pse muslimani nuk i shek këto sene? Do të me ditë. Adem Jashari kret familja ka vdek për çdo vend, apo? Hero kombëtar. Pse s'pe qetë? Ti tash që po na thu që jam kombëtar unë. Ma thonë, e shihni që është me një aspekt vetëm me sulmu Islami dhe s'ka të bëj këtu me kombëtari. Po ashtu Allah Azza thot dhe ashtu ne shpallëm atë Kur'anin kushtetut në arabishte, nëse ti pasi që të kanë ardhur argumentet e qarta shkon pas dëshirave, epsheve të tyre, ti nuk je prej Allah, nuk vjen ndihma prej Allahut e as mbrojtja. Po ashtu një çështje shumë me rëndësi vllazni. Sado që muslimanët i pasojnë jehudët dhe të krishterët në çdo zakon të tyre, në çdo traditë të tyre, nëse nuk e pason dhe nuk e mohon fen tonë, kur s'ka më koni kënaqën prej teje. Kur hiç. A thonin përpara Islami politik, Islami ekstremist, Islami kështu, Islami ashtu. A thonin ju me mjekra, ju kështu, ju ashtu. Mirë, e këta që jenë pa mjekra të rrumë, hiç që s'kan mjekër. Hiç. Pse tash edhe ndaj këtyn dhe jeni kundër? Kështu do të pyetja. Pse? Do të thonë çështja nuk ka të bëj me mjekrën. Nuk ka të bëj këtu me islam politik. Këtu ka të bëj me islam, ndërsa Allah shiko se çka po thot. As jehudët, as të krishterët, kur s'kan me qenë të kënaqur me ty. Kur heq? Çka dush bën ti? Bën zina, vjedh, alkohol, ku e diune, shkon edhe në festat e tyre. Në fund, nëse thu la ilaha illallah Muhammed rasul, ja ky s'është jo, ik. Thot derisa ta pasosh fen e tyre. A përshe? Krit gjunaqçar të Kosovës to, mi mledh, tek ata nuk pranohen. Thot, thuaju, udhëzimi i Allahut është udhëzimi i drejtë, e nëse ti pasi që të ka ardhur e vërteta, shkon pas epsheve të tyre, ti nuk ke mbrojtje e as ndihmë nga Allahu. Baje tonë dhe, subhanallah. Baje tonë me linë Allahut ki më koni shpëtuar. Po ashtu Allah Azza thot, po edhe sikur tu sillje ti atyre çdo lloj argumenti që ju është dhënë libri atyre. Çfarë do të qoftë argumente që ti ju sjellësh? Thot, ata nuk pasojnë kiblën tënde. S'kan me pasu ti. Dhe thot, e as ti nuk do ta pasosh kiblën e tyre. Po as ti rapor nuk do ta pasojnë kiblën e tjetrës, e pas dijes e cila të ka ardhur, po e zëm se ishe vën pas dëshirave të tyre, atër do të ishte mizor, Suratul Bekara ajetin 145, ajetet qarta, ajeti tjetër. E mos u bën sikur ata që e përçon fen e tyre, e ndon grupe, pasi u patën zbritur argumentet, ata do të pasojnë dënim të madh, Suratul Ali Imran 105. Nëse jenë devim dhe nuk e ki di që jenë devim, të ka ardhur argumenti, të është ngritur argumenti dhe këmbgul në devimin tënd, vaj halli për ty. Vaj halli për ty. Derisa të është ngritur argumenti, nëse s'ke dit, je arsyetum dhe ka Allahu Azza wa Jall. Hama kur të ngritet argumenti
Nëse nuk e pason, vaj halli për ty. Unë shpesh e përmendi, ka pas raste, disa debate që janë bo me Shekh Albani rahimullahu ta'ala, kanë debatu deri në mëngjes, në fillim si janë fal mas ti, në mëngjes një pjesë o fal, njoni nuk është fal. Epshin e ka ndjek. Me kalimin e kohës, që ka vazhdu me epshin e ti, në fund pas t'i kohë është bo ateist. Është bo ateist. Pse? Se përballë ka pas Shekh Albanin me argumente. Dhe nuk ka mujt me e kundërshtu me argumente, përveç se me epsh. S'po ma kona, qështu nuk është, kështu i ka thonë, dhe se nuk është kundër argumentu. Allah Zëgjel ta din zemrën tënde, edhe ka deviju, subhanallah. Ndërsa këta tjerët kanë pas sinceritet, kanë pas devijim, po kanë pas sinceritet, janë kthy tek Allahu, janë kthy tek udhëzimi i drejtë. Po ashtu, argumente nga suneti pejgamberit a.s. Muhamedi a.s. në ka paralemru vllazni, vallaj veç shihni varret tona, varrizat tona, veç shihni. Veç kryqi na mungon në për varrizat tona. Veç kryqi. Hekni kryqet e krishterve, edhe barazoni varret, a ka në dallim veç si tashini në i fjallë aty kalimtar që kaloni një fatiha të makëndoni, edhe një gjo musliman, apo mbas të emnave. Edhe kryqin që se ka. Ishe përmendoret e mdhaja, fotografit, ku e dione, dhe Muhamedi a.s. në ka paralemru, thot do t'i pasoni traditat e tyre, që kanë qenë para jush, pëllëm pas pëllëmbe. Thot, krah për krah, madje, edhe nëse futën në vrimin e brisht të hardhucës, edhe ju do t'hini aty. Hardhuca, sa e vogël që e shtet sqepin, që aty ju në keni më munu, ju me hi, vetëm pse ata janë në atë rrugë. Ne i kemi pas, subhanallah, disa servila për parë, po edhe presioni, subhanallah. Subhanallah, ka pas për një shka, e ka ndru kritë kulturën e muhabbetit, a nën shqiptare në kona ty. Kosovë për flasë. Pse se s'pa mërë veshkë. E ka ndru kritë muhabbetin vetëm për një shka. Pse? Se e njën vetin inferior. Kur nuk e njën vetin inferior, mburësh me ato që e ki që je musliman, atëre çështjet ndryshojnë, edhe armiku kur të sheh që je i vendosëm, nuk lun me ty, me lejet Allahut subhanahu wa taala. Thot çfarë? Edhe ju do t'hyni, i thash, oj dërguri Allahut, a janë jehudët dhe të krishterët, po kush tjetër, tha? Që ta janë, ju që keni mi pasu, me një hadith tjetër, edhe sikur tha, të bënin zina ata, apo me nonën e vet, edhe ju do të bënit zina vetëm me i pasu jehudët dhe të krishterët. Po kjo që na nuk i pasojmë ata dhe nuk dojmë me i përngjasu atyre, a do të thot tash që Ergini po thret në linç, në sulm ndaj jo muslimanve, se janë specialista, ta i kapin këto fjalë? Jo, se i kemi ajetin kuranor, thirr në rrugën e Zotit tënd, me urtësi dhe këshill, polemizo me ata në mënyrë më të mirë. Që futin apo krishterin muj me pas fqinje dhe shkojnë ndihmoj, dhe në mënyrën më të mirë sillen me ta. Dhe ai ka vend në vendet e muslimanve, mundet me jetu pa asnjë problem. Dhe unë jam ai që e mbroj ndoshta nesër prej një muslimani nëse i bën zullum katolikit apo jehudit, pse se prej fesë e kom. Mirë, po nuk do të thotë që ti mi pasu ata. Ti ki fen tënde, ai e ka, se duhet për çdo fjalë duhet më e shpjegu më mirë se ka specialista që i kapin fjalët, apo i shkëputin. Edhe të bëjnë sharr pastaj. E për atë arsye mundona më koni për pikë që më jam shel rrugën çdo keq kuptimi. Pastaj thot, kush i ngjan një populli, ai është prej tyre. Nuk është prej nesh ai që i përngjan të tjerëve, mos u përngjasoni jehudëve as krishterëve. Mos ju përngjasoni. Nuk është prej nesh ai që pason tradita të rrugën e tjetër kujt. Kundërshtoni thot, qëre, subhanallah. Edhe namaz për vllazni një ibadet. Thot kundërshtoni jehudët, thot, sepse ata thot falen. Thot kundërshtoni jehudët, faluni me nallone, me kpuca, me sandalle. Sepse thot ata nuk falen me nallone, mbathje dhe meste. Nuk falen, thot, nuk i lutin, a vëton, përveç se i hekin pa çarapa, pa ku e diona në kni, e që i bien do njëherë është mirë kur jemi në udhtim,
mu falë me këpuca që me praktiku një sunet pejgamberit a.s. Me po në gjamia tona tash jemi me tepia, na valla hoxha tha me këpuca tash hyj gjym me këpuca. Allah që krejt të jenë në gjamia të mu falë. Kjo s'shkon, e nuk shkon. Sepse gjamia tash janë me tepia, përpara kanë qenë ndryshe. Në kohën e pejgamberit a.s. ka pas rërzall, ka pas edhe janë fala, po. Kufirin darës, po ashtu thot Muhamedi a.s. mes agjërimit ton dhe agjërimit të itharëve të librit është ngrënia e sytyrit. Subhanallah. Në çdo ibadet, ata kanë pas agjërim, edhe na kemi agjërim, po mi kundërshtu ata. Ky hadith aludon se jehudët dhe krishterët nuk zgjohen për të ngrënë syfir. Për këtë Muhamedi a.s. i ka kundërshtuar ata, ka thonë çoni në syfir. Pastaj thot do të vazhdoj kjo fije islamit të jetë triumfues përderisa njerëzit e shpejtojnë ngrënien e iftarit. Për këtë hadithi kuptojmë se mosvonimi i ngrënies së iftarit pasi të hyjë koha është në kundërshtim me besimin e itharëve të librit. Andaj një nga synimet më qendrore të dërgimit të pejgamberëve është që Allahu nëpërmjet fesë islame me mbisundu, me mbizotru ndaj çdo feje. Zaten ka me mbizotru me lenë Allah subhanahu wa taala. Kur Evropa është larguar nga kisha, e kemi sot Evropën e fuqizume dhe e kemi Evropën me ekonomi të fuqishme, me hulumtime të ndryshme që kanë ecë përpara. Kur muslimanët e kanë lënë xhamin fen, kanë humbë. Sepse e dini inkvizicioni që ka ndodhur në Evropë. Kisha katolike, bile ka kërku falje, i ka mbyt shkencëtarët, se ka thonë këta janë kundër Zotit. Ndërsa tek ne i thret shkencëtarët me hulumtu. I thret shkencëtarët me hulumtu sa më shumë në çështjet e dynjos me lenë Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot, një traditë e keqe tek jehudët është edhe rasti kur gruaja është në periudhën menstruacioneve. Çka bëjnë jehudët? Subhanallah. Çdo detaj bre Muhamedi alayhis salam ta ka sqaruar. Pse quhështë i bën bidate? Pse quhështë edhe i pason ehlul kitabin? Para mendo, edhe në marrëdhënie vllazni intime me gruan, ka thonë kundërshtoni këta. Jehudët thot i largojnë krejt thot gratë, nëse kanë menstruacione, me një dhomë tjetër krejt larg, sa më larg. Të krishterët që kanë bo? Kanë pas marrëdhënie me to edhe duke pas menstruacione. Para mendo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? As me i largu, po as me bo marrëdhënie intime, por se mu kënaq me pjesë të tjera të trupit. Mesatar. Për atë arsye dhe Islami është ummet mesatar. Mes jehudëve dhe mes krishterëve. Pastaj thot, veproni me to çdo gjë përveç marrëdhënieve intime, domethënë shoqëroni me to, bisedoni, ledhatoni të gjitha, e kur dëgjuan për këtë jehudët, a di çka thanë? Kur e dëgjuan për çët fjalë Muhamedit alayhis salam. Tha ky njeri nuk na la gjo me na kundërshtu nga feja jote. S'la as një send. Edhe marrëdhënie na u përzi. Sa ata bëjnë marrëdhënie kështu, ju ndryshe. Çdo detaj. Nëse sahatin, ka thënë ulemaja, nëse sahatin, jo muslimanët, është traditë jo muslimanëve, e qesin nanën e majt, ti qite nanën e djathtë. Tek ne, për shembull, janë të përhapur në restorane, ç'a bëjnë shqiptarët? E shkret, tu dosh mu kallëzu pak ma sosjete, hajnë me të majtën. E prejnë me djathën, edhe pirunin e marrin me të me majtën. Pse me djathën e se bën, po më shohin se si intelektual. Që kjo është e inferioriteti që e një njeriu ndaj fesë vet, që e një vitin ult që e një. Gjithashtu pejgamberi sa ka thënë, 3 lloj njerëzish janë më të urryer tek Allahu, e njëri prej tyre është ai që dëshiron në Islam traditat e ignorantëve, traditat e xhailietit. Po ashtu e kemi edhe ixhman apo konsenzusin të gjithë dietarët islam, ahli sunneti wal jamaa, në të kaluarën dhe sot janë të një mendimi se ndalohet imitimi i jo besimtarëve, duke nisur që nga shokët e Muhamedit alayhi salam dhe gjithë sahabët, tabiinët, edhe domethënë 4 methebet e kanë pas ixhma që duhet me i kundërshtu apo mos mi imitu pa besimtarët. Pasimi i epsheve dhe dëshirave, çdo njeri që feston traditat dhe festat e jo besimtarëve, duke mos i përfillur urdhat e Zotit pejgamberit alayhi salam, ky është pasues i epshit. Pse po e feston? Pse po e qet bredhin? Pse ato, pse këto? A e din pikajt ka ardhur zanafillën e bredhit?
a e din zanafilën e babadimrit, a e din këto dhe ato, ja pa e di se anë në që fëmija po lyp, po, dhe që e hidronë Allahun azza wa jall. Allahun na fal, a e din që ka pas prej sahabe Omeri radiallahu anhu, kur e kanë Omeri apo Abu Bekri, el muhim një sahabi i nderuar, kur e kanë thirr me një darkë apo me një drek. Veç pse e ka pa në shtëpinë e atij që e kanë thirr, që e ka thirr, një figurë nuk ka hi. Allahu na fal. Sa mujmë na më konë praktikus. E sheni fotografi në dhomën e filonit fistikit aty, edhe të ka thirë me hongër buk, sahabiu s'ka shku, s'ka him rana. A lërë mu idhu i statuja sana me pas. A i nuk ka him rana. Pse? Një vend ku ka idhu, ku ka statuja, ku ka fotografi, nuk hin me lajket e Allah të azogjer. E nëse nuk hin me lajket, kush hin vloja? Hin aj që të fut fesat mes besimtarve edhe mes burit e grus, edhe fëmijëve, edhe në përgjithësi, edhe mëse jo vëllah s'po ka bereqet, po s'ka bereqet normalisht. S'ka bereqet se prishet familja. Thotë Allah azza wa jall, nëse ata nuk të përgjigjen ty o Muhammed, atëherë dije se ata pasojnë epshet e tyre. E kush është më i humbur se ai që pason epshet? Pa kurfar argumenti uzimi nga Allah, po ashtu thotë, e mos shko pas epsheve, se ato të shmangin nga rruga e Allahut. E kush u friksua prej paraqitjes para Zotit të tij dhe ndaloi veten prej epsheve, xheneti është vendi i tij, dhe dije se shumica festeve jo islame të depërtuara tek muslimanët janë festa pagane romake. Pagane romake. Romakët vllazni para se me pranu krishterizmin kanë qenë pagan. Ilirët kanë qenë pagan. Ju që po na thirrni në fenë të parëve, merreni gjarë për në shtëpi dhe shko lute. Vizatoj dillin e honën. Edhe lute, apo thrasësh në fenë të parëve. Që ato luti, vizatoj edhe luti. Qështu po thu, qështu po të kallëzoj. Dhe romakët, çfarë bën? Ishin pagan, krishterizmi ishte përhapur, çka bon ata? E morën krishterizmin në konferencën e Nikes, si të mirëqenë dhe e nxurën një fe të re, që ka dhe paganizma brenda asaj fesë, dhe sepse tash krishterizmi apo si fe, po flasim më herët, më thonë, nuk ka pas paganizma nazaretistët. Arianizmi për shembull ka qenë, ai ka qenë shumë i rrept, prifti. Ai ka qenë shumë i rrept ndaj idhujve. Dhe e kanë largu, e kanë rroh bile. Ka qenë prift. Po sepse Biblia e ndalon, idhujtarinë e ndalon Biblia. Edhe çfarë? Romakët apo mbreti romakëve i asaj kohe, populli pagan, krishterizmi po përhapet, atëre ka bën një lloj loje që i ka marrë disa paganizma, nga paganizmi i ka fut në krishterizëm dhe për mja bo qefin këtë popullit edhe e ka shpall fenë zyrtare krishtere me paganizëm. Edhe sot asaj dite, sot i kemi na në kishat, apo kemi idhëj, bile e ngova një debat mes një boshnjaku musliman, kom qitë edhe vidon, edhe një kroate, katolike, se kroat janë katolik, edhe tha, shkova në Gjermani, tha me një kish, edhe po him randa, tha, pesho, tha, a i këshin bo si idhull, apo të njoni me mjekër të bartë, madhe, se në një kimi, edhe tha, pe lypja të thecin asaj kishës. Dhe qao kjo? Tha, kjo Jezusi, që e ka ka në dorë, shto, mirë, tha, Jezusi. Tha, dhe pse tha, unë e di që shë Jezusi, ku pe den të me veti mi thonë, po tha, pe den në bast fotografive që i kanë përhap. Tha, s'po më do këtë si Jezusi kjo. Edhe pas taj thot, e mirë, po që kënal që pe kap tash që të Jezusin, qëka është? Tha, kënal të është Zoti. E se ti normal me fjallën, pa e ti normalve, qëfar Zoti është kjo? Që është Zoti? I ka rrëzhetoni mas nej. Zoti pe kap, më thonë Jezusin. Edhe, di qëka i thot? Tha, i zazin Apole, dil jashtë, i thot. Më thonë, dil jashtë, se s'ko shka mi thonë, thot. Natyra shnosh, e shet që është kjo e kodë, subhanallah. Edhe është largu pi kishës. E petregon, kjo katolikja petregon, këtë ngjarje në TikTok aty debatit që po bëjnë, se boshnjakët shumë bëjnë davet, se e kanë gjuhën, me shkije dhe me kroat. E shumë bëjnë davet, mashallah, Allah, alhamdulillah, unë i shoh në për Facebook, në për
në për TikTok, në për rrjetet sociale, alhamdulillah se gjua i bashkon. Ne kemi pak ma problem. Apo se të na pak është ai problemi lufta, se na ne ikni me bëmë të pa ty me një shka të folë aty të thënë për një që ky me shkijet. Ato nësë problem. Në të bot davet, bile një sërb e ka pranu islamin. Edhe ka dalë rrugëve të Beogradit. Pe pyet për thot, jelë može biti sërbin musliman. A mundet me qenë sërbin musliman? Ne nikët. Jo kur. Ja sa musliman javon. Unë e musliman. Ta shpon besin ata. Se shkijet e kanë të mishërum fenë në komp. Ortodoksizmin e kanë mishërum. Kur thot jam sërb, do të më konë ortodoks. Kur thot jam grek, shka thot? Ortodoks është. Te shqiptarët na nuk e kemi kështu, apo? Ju në Shqipni, për shembull, keni shqiptar, musliman, ortodoks, katolik, apo? Edhe te na ka, po te ju është më shumë, domethënë për çitja më e madhe. E tash çështja që tu i bie vllazni që feja islame nuk e ndron identitetin kombëtar. Çto i bie? Që ta kalon edhe katolicizmin, edhe ortodoksizmin, edhe çdo fe, edhe budizm bëno, ti shqiptari je. Mirë po fenë e ke ndru. Nuk të ka ardhur Osmanlia me ta ndru identitetin fisnor apo kombëtar apo ku e dione. Çaj që je, po është vetëm do thot fenë ke ndryshu. Thot çfarë thot kanë prejardhe pagane, romake dhe të krishtera për këtë arsye që t'i shmangën këti kalendari muslimanët sa juan kalendarin islam në kohën e kalifit. Dhe më thonë, kur i panë këto gjëra, apo se janar është edhe një asi, fjala janar vjen nga fjala janus, emër idhulli, që për ndirt këti idhulli ky muaj e merr këtë emër. Do më thënë ati është ruajtës i rrug kalimeve. Më thonë, këtë ato mujt që i kanë me emër të idhujve. Dhe për ata arsye muslimanët çka bën në kohën e Omerit e bënën kalendarin islam, kalendarin e hijretit. Domethënë kur ka filluar hijreti, çfarë ka filluar edhe kalendari islam sipas hijretit. Dhe po ashtu argumentin nga Kurani thot Allahu Azza wa Jall, robët e gjithëmshirshëm janë ata që nuk dëshmojnë gënjeshtën dhe kur kalojnë pranë të keqës kalojnë duke ruajtur karakterin e tyre e kështu me radhë. Pastaj maji për shembull vjen nga emri maj. Maja, që do më thonë përëndesha rritjes të mbjellave, maj. Thot, gushti është emërtuar me këtë emër për nder të perandorit Augustos. Pastaj thot, për shkak të shumë ngjarjeve me rëndësi gjatë udhëheqjes së tij, përdorimi i këtij kalendari nga muslimanët aludon një lloj bashkëpunimi për ringjalljen e simboleve dhe festave të tyre. E kështu me radhë, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thot, nuk ka dyshim se edhe festat bëjnë pjesë në ritet fetare, që janë kibla, namazi, agjerimi. E të marrësh pjesë në festat e tyre është një lloj si të marrësh pjesë në këto rite. Edhe normalisht nuk lejohet edhe mi uru festat e jo muslimanëve, sepse i bjen një lloj miratimi, apo më e pakta që thuhet është prej mëkateve të mëdha. Veç pi bëj një pyetje. Paramendo për shembull, ti po e uron një gjë që pe hidhron Zotin, sepse ai po e feston ditëlindjen e Zotit. Edhe ti pja uron. Kjo është kufër, apo kufër ditëlindja e Zotit, me thonë që Zoti ka ditëlindje apo ku e dione. E mirë, nëse ta uron për shembull, çohet dikush edhe ta uron masakrat me një shtëpi që kanë ndodhur në kohën e shkive. Edhe mu quta çdo vjet, edhe me ta uru pasa urime të koft, dhunimi shkau që ta ka bo, urime të koft që të ka vro shkau. Çka i thushti? Syt janë nxjerrish. Që kjo tjetra është më e madhe tek Allahu, kufër mi bo Allahut. Me i uru diçka që Allahu e ka ndalu. Si njoni që i tha, aty e preki, tha, është liri e fjallës, me thonë për Muhammedin a.s. Qka të dush. E mirë nëse të thomune për nënën tonë dhe diçka të shpifi, pse po prekësh ti? Pse po prekësh? Liri e shprehjes. Qitja bombën në kokë Muhammedit a.s. terrorist thuj, e unë nënës tonë dhe nëse i thomë është lavire, për shembull, po jo ti po shpif. Po ti po shpif për Muhammedin a.s. Më thonë, api shikoni se çfarë narrative për hapët mesën e musliman, po falë Allahu Azza wa Jall, ka njerëz, ka xhallar, ka besimtar që i kundërshtojnë këto pretendime të tyre. Deri në takimin e radhës, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.